Ja, ty, kjo është për. Vjosa ndodhet në ujrat e zeza, që është kryesori, është gjuna u madh. Të ikin fëmijët tanë, të kërkojnë një ditë, të bëjnë një plazh në Vjosë, siç e kanë bërë vite më para, është harruar. Sepse nuk lahesh dot në Vjosë, sepse katër qytetet që prek Vjosa këtu në zonën tonë, që nga Përmeti, Kërcyra, te Velena, me Maliajt, të gjitha ujrat e zeza përfundojnë në Vjosë. Mirë. Si kaluat? Është një lumë shumë i rëmbyshëm, po duhet të mirëmbahet dhe duhet të pastrohet, sepse këtu derdhen ujrat e zeza në çdo qytet, si në Përmet dhe siç e shihni edhe këtu në Tepelen. There is construction going on to build a pipeline for water supply project that plans to divert the water from the source to the coastline in Albania in Himara for tourism development. This project has been opposed by local communities and activists because it's risking to take the main source of life, not only for fish and for biodiversity, but also for more than 30 villages that live and rely on the water of the river. Në të qoj rasatet e pesh, ky është busprer, ky është krap, edhe ky është ballgjër. Vjen nga deti, edhe ky vjen nga deti, ky është I Vjosës. Jo, po nga këto detergjente, do me thënë nga ujrat e zeza, një edhe nga nafta 2. Këto janë ato që ndosin lumin e Vjosës. Turkina është 10 fish më shumë se sa që është në të vërtetë madhe zona e Vlorës dhe zona e Fierit që ka pjesën e Mallakastrës derisa dalim në detin Adriatik. 4, në fakt edhe brenda një viti u bën të gjitha një pjesë e mirë e problematikave që përmendur dhe ju, përveç se janë të mbartura si për shembull elementet në lidhje me përpunimin e naftës e të tjerë, janë probleme që kanë që nga vitet 60 kur Shqipëria kishte atë lloj industri të nxjerrjes së naftës me atë lloj teknologjie. Ne jemi duke marrë të gjitha masat me institucionet shtetërore në mënyrë që të kemi restaurim të natyrës. Dhe ajo çka është më e rëndësishme që vetë Drejtoresha e Përgjithshme e UNESCO-s Odria Zule në hotspotet të menaxhimit të mbetjeve të cilat kanë qenë ilegale gjatë periudhës së tranzicionit shqiptar janë pjesë e programeve që përmenda për të mbyllur brenda vitit 2027. We have only promotion and we also risk to get over promotion and bring more and more tourists coming to visit and more development, more construction in the area and really not solving the pressures or the issues that need to be solved.